Nëpërmjet një konference për media, zëvendës kryeministri i vendit dhe një nga liderët e Vlenit, Izet Mexhiti, foli rreth luftës që i kanë shpallur industrisë së Bixhozit, veçanërisht atij online. Mexhiti deklaroi se për rreth 2 muaj kanë arritur të mbyllin 226 faqe ilegale kumari dhe premtoi se me ligjin e ri, i cili është në përfundim e sipër, pritet të mbyllen rreth 70% e kazinove dhe bastoreve sportive. Ai hodhi akuza kundrejt BDI-s, duke akuzuar se ka qenë mburoj për të njëjtat dhe për këtë do të mbajë përgjegjësi. Qeveria ka marrë vendim për bllokimin e 133 faqeve të kumarit e Bixhozit online, të cilat në mënyrë të paligjshme kanë ofruar shërbime të lojra të fatit në vendin tonë. Së bashku me 53 faqe që u bllokuan muajin e kaluar, ky numër tashmë shkon në 226. Paramendoni, për më pak se 2 muaj mbyllën 226 faqe të kumarit ilegal online dhe ky numër nuk është përfundimtar. Vetëm imagjinoni për një qast sa thellë e sa larg ka depërtuar mafia e Bixhozit në jetët tona dhe çfarë dëmi ka shkaktuar te individët dhe familjet e prekura nga kjo epidemi. 226 nuk është thjesht një shifër. Kjo është një goditje drejt për drejt ndaj një rrjeti kriminal që për vite me radhë është toleruar dhe mbrojtur nga struktura të lidhura ngushtë me pushtetin e mëparshëm. Për fat të keq, një parti politike e cila sot pretendon të bëjë gardianin e të drejtave dhe jetës së dinjitetshme të shqiptarëve, ish sponsorizuesi kryesor i Bixhozit dhe duke përfshirë drejt për së drejti në këtë industri, kjo parti politike i dha mafjes së kumarit mburojen e nevojshme politike për të rritur e zhvilluar pa e cënuar askush. Kjo që i ka bërë BDI shoqërisë shqiptare në Maqeninë e Veriut është një katastrofë e rëndë dhe për këtë katastrofë përgjegjësi do të ketë. Mexhiti apeloi deri tek qytetarët që të distancohen dhe të mos bien pre platformave ilegale të Bixhozit. Dua të bëj thirrje të gjithë qytetarëve, e sidomos të rinjve. Mos bini pre e emailave mashtrues. Mos luani me fatin tuaj në platformat ilegale. Nëse keni mjetet të depozituara në këto faqe, të rriqni ato sa më shpejt. Shteti po vepron dhe këto platforma nuk do të ekzistojnë më. Për vite me radhë, BDI ka luajtur Bixhoz me fatin e shqiptarëve. E ka kthyer varfërinë në biznes dhe dëshpërimin në votë. Ajo ka marrë fund. Vlen nuk është pjesë e sistemit të vjetër. Përndryshe, gjatë ditës së dieshme edhe kryeministri i vendit Christian Mickoski deklaroi se me hyrje në fuqi të ligjit të ri për lojrat e fatit, i cili është në procedurë qeveritare, pritet që numri i klubeve që organizojnë lojra fati të zvoglohet.